Legjenda e zogut të hekurt në malin e Qikës. Që nga Dërmiu deri në Tërbaç, pleqtë e moçëm tregojnë se që nga mali i Qikës deri në qafën e Shëngjergjit, ka guva dhe shpella në të cilat banorët e fshatit fshiheshin prej romakëve, prej turqve dhe pushtuesve të tjerë gjatë gjithë kohërave. Por ata thonë se të parët e shqipeve nuk ishin as kaur dhe as muhamedan, por vinin nga një botë tjetër. Të moshuar i tregojnë se një herë një kohë të parët zbritën këtu me një zog të madh prej argjendi. Kur zogu u fut në mjegullën e dendur, ai u përplas me malin e Qikës dhe u nda më dysh, duke ngritur në qiell një flak shumë të madhe dhe një gjëm të madhe shurdhuese. Për 7 muaj me radhë, maja e Qikës shkëlqente nga një zjarr i padukshëm, ku tërbonte era e barutit. I gjithë mali ishte i mbushur me copa të vogla argjendi, nga zogu me gjokës gruaje. Zogu prej metali kishte gërryer malin në 2 drejtime. Nga ana e palasës u formua përroji i Ksirolakut, ndërsa nga ana tjetër u hap një kanal i madh. Njerëzit që zbritën nga zogu i Çelikt ishin shumë të fuqishëm. Ata kishin flokë të gjatë dhe të verdhë. Me kalimin e kohës, ata filluan që të merreshin me blegtori, por më tepër rrisnin në vijë të mëdha. Të gjithë këta mbanin në gjoksin e tyre një kryq si gjermanët, i cili shkëlqente si copat e zogut të thyer. Këto copa më vonë disa njerëz filluan që t'i mblidhin, por që të gjithë sëmureshin dhe vdisnin. Që nga ajo kohë askush nuk doli më në malin e Qikës për të mbledhur ato pjesë. Të parët tanë që erdhen këtu ishin të pashëm dhe trupat e tyre ishin të shkruara me luleboje, me forma të pakuptueshme. Ata kërkonin që të flisnin me perëndit që ishin lart në qiell dhe për t'u treguar atyre se ishin ende gjallë, u munduan për shumë kohë, por më kot. Në tokë ata gdhendin pirgje prej shkëmbi me forma të çuditshme dhe jetonin në shpellat e vive. Çdo mëngjes i luteshin diellit sapo fillonte të linte mbi majat e maleve përtej lumit të Vlorës. Për të ruajtur historinë e tyre, ata shkruanin mbi pllaka të mëdha prej guri dhe i vendosnin në malet më të larta për t'i kënduar perëndive me mesazhet e tyre. Përshëndetje, kush nuk e ka bërë ende, do t'i lutesha nëse është e mundur t'i bëni like faqes. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Ju faleminderit që gjendemi për herë bashkë. Kalofshin ditë bukur. Mund të themi se historia e njerëzimit është krejtësisht ndryshe, e megjithatë, këto gojdhëna nuk merren për bazë, por insistohet me doktrina të diktuara dhe të ngulitura thellë në mendje, ndoshta për të harruar origjinën nga ku vijmë.